Sot udhëtuam në një tjetër zonë rurale të njësisë administrative Udrije në bashkinë Gjirokastër. Vizituam fshatin Hundkuq. Ky fshat është një nga më të hershmit e kësaj zone. Banorët e tij tregojnë historinë që ka, por edhe zhvillimin që ka marrë vit pas viti. Banorët e Hundkuq janë me blegtori dhe me bujqësi. Me frutikulturë kemi gjëra të pakta, por blegtoria është më aktive. Është ndërtuar rreth viteve 1870-ën, në kohën e Ali Pashës. Ndërtoi Qelo Picari. Në fillim ka qenë ja 40 familje. Pastaj më vonë u shtuan edhe arritën deri në 65 familje. Sa familje janë tani? Tani që jetojnë aty, janë rreth 30 familje, 50%. Të tjerë, rinja ka ikur. E vjetër e shtonë, kemi dhe gjuar plejt, pa unë jam nuse këtu, jam këtej në karjen. Po që këta plejt nga kanë mëllojsu që i ndërtuar shpejt. Hundkuq, nga se e ka marrë emrin fshati? Emrin fshati e ka marrë nga Qelo Picari. Qelo Picari ka qenë hajdu të kaçak, që thëri. Në atë kohë i thoshin kaçak. Po, trim. Dhe Ali Pasha e kishte në krah. Dhe kaluan këtu të erë së bashkë në Gjirokastër. Çdo të t'japun. Tani tyja. Po i thaj, ja dua atë hundën e kuqe aty lartë. Po të shkosh nga rrugë së bashkë, të ka i bregu ashtu atje, është një balë të kuqe. Edhe i jep këtë teritorinë ai. Qelo Picarit. Dhe ka ardhur këtu e ka bërë sarajet. Ajo shtëpia atje ka qenë sarajet e Qelo Picarit. Edhe i mbeti emri Hundkuq. Kjo është stina që banorët e zonës i gjen duke punuar tokat dhe baçet e tyre. Ata thonë se mundohen të mbajnë gjallë traditat, ndërkohë fshati ka një tjetër perspektivë, atë të zhvillimit të turizmit. Koha pranverës se merr me këta me blegtorin përgatiten për ti miel, kurse këta me dhënë i kanë kaputur, kanë filluar të mielin. Kurse këta që merren me pjesa tjetër, ne që merremi me këto bime të bujqësore, kemi përgatitur terrenin, tokën, kemi mbjellë ato që për shembull qepën, hudhën. Turistë kalojnë dhe kanë qëndruar, kanë pirë një kafe, kalojnë po rrallë, sepse është vetë terreni që nuk kemi patur neve të mjetin dhe qarkullimit. Tani që ashtu, them se do vinë. Shumica janë pensionistë. Të tjerë, fëmija e të janë në kurbet. Mund dërgojnë edhe ata. Edhe pensionistë janë, kanë edhe një qopë bache kështu vërda. Se kemi me 7.500 kemi marrë tokani. Kemi edhe toka. Po banorë që merren me blegtori, ka? Janë 5 familje. Ky fshat ka potencial për të tërhequr vizitor, fal natyrës së paprekur dhe traditave të pasura.